VMRO, DPMNE dhe BDI me përgjigje diametralisht të kundërta për atë se si po shkojnë bisedimet dhe kush i udhëheq negociatat. Spiro Ristovski thot se negociatat zhvillohen nga ekipet e partive, ndërsa nga Bashkimi Demokratik për Integrim e mohoi një gjë të tillë. Pregovorите pomegju pregovaračkit të timovi. Bisedimet ndërmjet ekipeve negociuese vijojnë. Komiteti Ekzekutiv dhe Qendror i VMRO DPMNE-si dhanë mbështetje të plot kryetarit të partisë Nikola Gruevski. Për detajet e reja, do t'ju informojmë në ditët e ardhshme. Nga ana e BDI-s nuk ka ekip negociues në bisedimet për reformimin e qeverisë së re. Deri tani nuk ka pasur takim të një formati të këtill. Mandatin për të negociuar e ka Ali Ahmeti. Se Ahmeti personalisht i zhvillon negociatat, këtë e konfirmoi edhe në intervistën e tij në Klik Plus, ku deklaroi se ky është vendimi i Kongresit Partijak. Kush mund të negociojë në emër të BDI-s? Vetëm jo, apo e keni delegu dikën të cilët mund të flasin me VMRO-n? Me statut të Bashkimit Demokratik për Integrim, negociatat për çështje madhore. Pësjuve, nuk po du me një statut, pësjuve, jo një kryetari i BDI-s. I bën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kërkosh nuk mundet posjosh të flasë me VMRO-n. Këto e kemi qartë. Sipas informacioneve, në këtë moment bisedimet janë lënë në pritje për shkak të konsultimeve brenda partijake të Ahmetit me nën kryetarët e partisë. Më 29 janar, Gruevski i skaton afati për formimin e shumicës parlamentare. Gjithsesi, ai ka afat vetëm edhe 5 ditë për të gjetur gjuhë të përbashkët me liderin e BDI-s. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ende hesht sa i takon deklaratës së përbashkët të partive shqiptare. Kjo parti është e bindur se Gruevski nuk do t'ia dalë të formojë qeveri.